Miq të çmuar, përshëndetje. Viti 2026 sapo ka filluar. Unë do të kisha dëshirë që në emrin e Jezus Krishtit, se i cilin nga ju, familjet tuaja të sjellni nëpërmjet një lutje përpara fronit Atit në emrin e Jezus Krishtit, që nëpërmjet frymës së shenjtë të bekojmë këtë vit duke parë mallështinë e Perëndis mbi çdo ditë të saj. Le të lutemi së bashku. Zoti Jezus, në emrin tënd të shenjtë, personin që ka ndaluar këto familjen e tij, unë e sjell përpara fronit të Atit nëpërmjet frymës së shenjtë, duke kërkuar që në emrin tënd të shenjtë çdo ditë e vitit 2026 të jetë një vit që të jetë me begatinë tënde, me mburojën tënde, me hirin tënd. Shpalosë, Zoti i dashur, dashurinë tënde dhe hirin mallështor mbi mikun tim dhe familjen e tij, dhe në emrin e Jezus Krishtit unë shpall çdo plan kurth dhe çdo strategji e djallit qoftë e shkatruar në emrin e Jezus Krishtit, pluhur e hi u bëft, dhe mbi këto rrënoja ti, Krishti i dashur, të shtrosh një rrugë që miqtë e mi, familjarët e tyre, të jenë duke ecur mbi këtë rrugë, të sigurt në dritën e Krishtit, duke parë lavdinë dhe mallështinë e qiellit. Zoti Jezus, në emrin tënd të shenjtë unë lutem që Ati i lavdis, mikun tim dhe familjarët e tij, ti mbuloj me lavdinë e qiellit çdo ditë të vitit 2026, dhe djalli dhe demonit e tij t'jenë duke marrë arratin në humnerën e ferrit. Në emrin e Jezus Krishtit unë e bekoj, shpall mburojën tënde mbi mikun dhe familjarët e tij. Në emrin e Jezus lutem. Amen. 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 Miku i çmuar, jam pastor Paulin Vileti, të bekoj në emrin e Jezus Krishtit. Nëse kjo video ishte bekim për ty, shpërndaje që dikush tjetër të jetë duke u bekuar, edhe unë shpall që viti 2026 është një ndër vitet më të mrekullueshme që ti ke kaluar ndonjëherë deri tani. Deri në videon tjetër, paqja e Zotit qoftë me ty, miropafshim.